Të futi të këro? Bravo, mama. Më te preje. Hajde. Bravo. Të ndihmoj? Ma të gjaraja. Preje. Fara. Faraja. Fara. Dalin fara. Faraja. Nuk e nara, janë fara. Prej. Dankeschön. Po leni fara, ti leni. E si këtë kjo? Po nuk është e keqë mama, por nuk më vejnë ti hajnë. Me papi ato. As babis, Vetë mami? as mami. As rumi më mamas njeri nuk i ha farat. Me tata? As gjagjat. Tajaj. Prit ta hish mami. Tajaj. Të pastroj. Mos bëjmë me pis. Të bëjmë mami në të. Ta, nuk bërë pis. Po s'ka gjë dhe po bërë pis në duart. Prit. Prit, mos e fut të gishtin brenda. Ta bërë. E pastroj. Taran. Lenet aty. A do los ma farat me të lene mama, lene. Lene nuk bën mama se bën vendi pismen. Ço do bësh ti? Ço do gatuaj neve? Sa po vura klar në gjumë dhe kam lënë këtu ja gjë që kam blerë në supermarket, vajtëm të Kauflandi për të blerë ushqimet. Ushqimet jo se kam në frigider, po disa gjë që na mungonin. Fiksimi im po fotofungit është me kolorin. Është me kristal brenda. Pastaj byrek, një moment se kështu, mira, kështu. Një byrek, dhe ves. Pastaj këtu brenda kemi mandarin, portokall nuk e di. Se janë çik më të mëdha, duke se janë mandarina që e kanë, mandarin. Pastaj banane të vogla, ndoshta Klara ha banane, ndoshta. Të shohim. Për mua s'po i pëlqen. Dhallt. Edhe një qumër se kam ndryshuar qumshin e Klarës. Një moment të thuaj. Tajmen, të qumshin këtu. Po nga që Kauflandi nuk e kishte këtë, dhe i mora përsëri atë. Qumshin. Ka ajo, po thash ndoshta të duhet t'i jap 2 herë ku gjatë natës dhe ta kem. Pastaj këto puja për Klarën. Paletina tjera dihet se sot është shtunë, se dhe sot ka Big Brother. Dhe që thëmë të drejtë, unë e shikoj. Nuk e privet. Pastaj kishte Kauflandi këtë të nxerë kaq të vogël kështu dhe mora për i bërë Klarës. Nuk e di se sa e mirë është, por për gatimet e Klarës është okay, ku dua të bëj ndonjë makarone të shpejtë, mos të nxjerr të nxjerrën e madhe, i përdor këta ja. Se Klara ha zakonisht çfarë ne ha dhe Klara më. Më puri pas ka marrë një kështu, se kam parë. Jo një, po 2 pas ka marrë. Opa, mi ka parë. Pas ka marrë 2 njërën, pas ka marrë me pullet, jetën e pas ka marrë me peshku. Unë këto, ju them të drejtë, nuk e kam provuar asë njëherë, nuk e di. Me japim shumë herë të keqe. Popcorn, kokoshka, popcorn. Dhe banane. Popcorn, se kokoshka janë ato e farat. Edhe siç ju thash, kam marrë të gjerë, kam marrë dhe një tigant. Është kjo firma që është të nxjerrja. Tigant ishte të 12 euro, dhe të nxjerrja më duket të 12 euro ishte. Dhe të shohim se sa e mirë është. Dhe poshtë ju kam lënë përsi pa bukë me tost. Poshtë tash buka tostës.
Edhe këto, unë me këto gjëra duhet të fus në për vendet, pra në zhurë në gjumë do të fus të gjëra në për vendet dhe të gatuar. Sot do bëj gjellë me patat, me karota dhe me mish, e thjesht, edhe e shishëm. Hajmë dhe një gjellë. Gjëra të fata nuk mundemi. Sa po më thori. Sa mirë. Edhe kështu do të thuaj unë se po fle fëmia, unë duhet të bërë. Dhe shikon në gjendjen time, as nuk kem lyer, as një gjë, nuk kam oreks. Ku vetet në supermarket të lyem, ose të rregulluar, dal me tuta sportive, bluzë sportive dhe kështu. Kjo gjë më bën mua të jem komode dhe të kem sa më shumë lëvizje, të bëj sa më shumë lëvizje, mos të ku vishem domethënë kështu ja, kam shumë bezdi bëj lëvizje. Edhe sidomos dhe kur rregullohem, më shumë vonë është duke rregulluar se sa të ikësh në supermarket. Dhe thash, din kështu qyshje, dhe t'ju tregoj çik se si është koha këtej, që sot është data 7 edhe është skandal për jashtë. Dhe vendi është kështu. Ka shkrirë dhe ku të shkelje do bie në ujë. Dhe ku të shkelje në ujë do bie. Dhe akoma s'po na shkrin akoma bora. Na po pemët po. Shkoj lepri? Vjen lepri. Këtu leprave kam hedhë dhe atëherë i holla sallatë gjëra kështu. Po bëri një ftohtë i madh se edhe sallatat ngriven që i holla leprit. Të penni. Si jeni, thej? Si jeni? A jeni mirë? A jeni mirë? Si po ja çoni, thej? Si piti doni? O pimë vetë. Kur prit të flasim në një, mirë me gjej si që në gjua dhe na Klara. Unë as jam ullu këtu për të rregulluar pak gjendjen time. Edhe është të flisja me juve. A kujtet? Ai rregullon çepikët. Unë si po thash do rregulloj çik gjendjen time. Edhe sot është e diel. Edhe nuk kemi bërë asnjë gjë. Kemi zgjuar, kemi bërë kafe, edhe i mem po thash të rregulloj pak. T'ju flas, të hap kamerën dhe të rregullojmë këtu te kamera. Ke kujdes Klara, bashkë me ju dhe me Klarën, apo jo? Rregullojmë bashkë. Të shikoj, të vej mikrofonin. Kujdes Klara, të lutem. Takë. Dhe mami. Unë. Do dhe ti. Okay. Dhe vem dhe gocës. E ka të jogës. Dhe gocës e vogël, dhe gocës si thashën, jo të vogël. Edhe si që përthashja, në përgulluar, po bëjmë i që gati, sa roba, kujla shte. Edhe nuk duhet me ndonjë një vend, po thjesht, tash të rregulloj vetullat, edhe të ri pak si e rregull.
Si që shkojnë më të dalë tu disa pufka. Nuk e di, na. Pufka e. Pufka jo. E më ka që be vetla tjesht i krej dhe i krej këshu. Edhe s'kemi pra si gjë. Kemi vajt në kopësht. Jo. Danke, shpo jo të lartë, se rrugullova vetlët. Mi prishë mëj mama. Mos mi prek të që të lartë, se të thajnë, okej? Edhe s'kemi pra si gjë. S'kemi gjithë kjo. S'kemi pra si gjë, kemi në shpi kopësht këto gjërët. Palvje këtu jara pak borë. Sot kemi djel, kota mirë. Kjo goca ime këtu më përqesh mua. Edhe se sot kemi kotë mirë, goca të mirë. Edhe s'kemi dalë jo. Nuk kemi vajtur në asë vend. Nesër është e hënë, nesër do vend të kopshti. Po? Nesër do vend të kopshti. Nesër do vend supermarketi. E pasaj do vend të supermarketi. Edhe, se që bëjë thoshe, të që këtone. Kjo toner është shumë i mina, kjo... Toner. Toner. është për fytyrë. Edhe, pas dhe që këta, dhe pastroj që këtë fytyrë me këte. Edhe kjo është shumë e mira në kjo linja. Se në fokusovi. Okej, në kjo linja këtu, që kam pasur bashkëpunim në TikTok. Lene, jo ti, nuk ban tia, se shkon mami tina se i kanë dalë puqrat. Dhe më ka filluar të marrojnë dhe dua që të prit bashkë. Shumë i ftoti. Është shumë i ftoti. Okej, mjafti ja. Fshi që gluar tu. Jo me të, se i në lëshon atoje. Harova se do të beja këta dhe rrugullova vetlat. Okej. Nuk për preki të vetlat. Preki të poshtë. Fytyrime është ose rrua, sepse prestë më vi periode të ti dhe jemi në një pas. Klar, po ime po më... No, nuk e mere, nuk është për ty kjo, ja. është për mamin ajo, nuk është për ty. Edhe po presim në periode dhe prandaj është fytyra kështu, si e caruar, në goxha puqra. Po ime ndaj edhe pak kështu. Sa tonerit e pambuku, mua nuk më pëlqen pambuku, dhe as pas për pastruar fytyrën të pastruar pambuku. Po bëni tu më pas. As fytyrën nuk e pastruar, do të me pambukun. Nuk e di jem në atë persona që pambuku nuk më pëlqen. Disa fytyrën, no të fytyra jo, të fshi një duar tu. Disa i pëlqen, po ma hiç fare, nuk jam të di që fare nuk më pëlqen pambuku. Edhe pse kam këtu, fare nuk i kam përdor vetëm ku dua të fshi të make-upit që lysit. Po, aty po. Edhe të vëve dhe këta kremi kështu. Ta në njëjta linjë. Edhe po më mbarojnë, edhe dua se zbën të procesit të tjetë në Amazon. Këto me kam bërë shumë mirë. Kurse kjo e centelës, kjo nuk s'përshikoj fare diferencë, nuk kishte asnjë ndryshim. Edhe na kjo kam toner, kam serumin, dhe ato janë që pastron fytyrën pasi të përdorosh.
A shikon, po bën si kështu. Ja. Po Klara, por nuk mund të bëj mama kështu. No, nuk është për ty ajo. Ku të jep mami atëherë, okay? Okay? Kam ndryshuar anin e këtyre të produkteve për arsyen që pak dhe pak. Për arsyen që gocejmë. Jo, ti nuk është për ty. Për arsye se gocejmë i prekte, i përdorte. Edhe kam ndryshuar. Edhe më gocejmë muzit. Sepse si jap këto. Vazhdite? No. Ha. Të mami. Do t'ulesh të mami. Po çfarë do bësh ti? Do të hapësh sirtarin, sigurisht. Çfarë unë të kam unë të kam bërë, vetëm me di se çfarë do ti. No, atë nuk e dua unë. Kam serumin dhe Klara thot përdor këtë, po 2-3 herë kam përdorur. Nuk e kam përdorur më, se më duket se nuk më bën mirë serumi. Kam dhe vitaminën C që kam hapur këtë ditë. Pas atë s'po e përdor dhe përdor vetëm toja, tonerin dhe kremin dhe këta që pastrohen në fillim. Edhe si shkon ta lëm më shumë drejtësim, të rrugën që nga pasë. Bërë pak si. Bë! Okej, jam okej. Dankeschön. Si me di që s'unë do bëj diçka të madhe. Po no, mama nuk do lutë shumë mami. Pak do lujem. Kaq, nuk do lujem me. Buza? Dhe buzët do i bëjmë që kështu. Na kjo këtu. Këtu? Ajo vje. Po, na kjo këtu. Ajo vje mami. Po, harova. Që është një gloss lip. Unë të i mami. Zot. Dankeschön, i lidhë këtë sepse ma i ka shumë të thata. Buzët e që shikoni këtë kam të qara. E kja është shumë e mira. Koll. Ja, kjo këtu është. Ka marrë tek prit mama e ka marrë të dëmënja. Më të qenë dhe. Prito mama, pritë nuk duket. Ja. Gocën më ndihmoton. Për ti se dhe thashtë më ndihmoni, sepse kishte marrë bicikletën. Që i kemi bërë dhurat për ditëlindjen dhe po bënte bicikletë brenda shtëpi. Nuk e di ç'të them. Ku ke një shtëpi të vogël dhe koha, okay, është djetë për jashta, po është vende shumë i lagur dhe nuk mund as të dashësh, as të lodhesh në përparshjet, janë të lagur. Të bësh qullë, do ftofesh. Edhe kështu. Është më mbitër në shtëpi. Po, ja, që fëmija do që të lodhi. Kam për t'ju thënë diçka që kam menduar këtë ditë. Edhe nuk e di, përsa ju do ju pëlqej. E kam menduar ta bëj vetëm në Instagram këtë gjë. Se okej, atje postoj sa më shumë gjëra, më të vogla, shikojnë sa më shumë njerëz, më ndjeki sa më shumë njerëz. Edhe thash të bëj vetëm atje, po pastaj thash që unë kam filluar të hap të bëj në YouTube, edhe ka njerëz që më ndjekin. Edhe pse jo mos të bëj dhe atje për YouTube diçka. Domethënë, atë që do jepja vetëm për Instagramin,
Andaj në 2 pjesë ta jap edhe për YouTube-in. Do të thosh ti pse s'ndrohesh? Jam në pijamet. Jam në komode me pijamet. Të them të drejtën. Nuk e di sa më dëgjoni, po pijamet më janë me qime. Nuk e di se sa shumë më dëgjoni. Vura dhe këta edhe thash ndoshta më dëgjoni më shumë. Edhe siç po e thoshja, do bëja një giveaway në Instagram. Giveaway që të doja unë të bëja. Do e bëj, po thash të bëj edhe për në YouTube, po do doja të di edhe mendimin tuaj, a ju pëlqen si mendim, apo do doni ta bëj vetëm për Instagramin. Do doja që më është mundësi sa kam, domethënë, për një falënderim për që më ndiqni, që më komentoni, që më thoni vazhdo. Do doja të bëj një giveaway me të dhënë lek, se dhurata nuk mund të sjellë, se disa persona mund të jenë shumë larg, edhe thash më mirë të jap lek, edhe di që lekët mund të dërgojnë natë të bankës me Western Union, vetëm me këto të dyja mënyrat mund të dërgoj lek, ose për ndonjëherë që ndodhet tu në Berlin, pse jo të jap dhe në afër, po qelloj fituese. Do kisha shumë kënaqësi, domethënë të njihja njerëz që ndodhen tu afër, edhe të shikoj dhe në afër, të më shikoj dhe në afër se çfarë personi jam, se këtu normal, këtu nuk ke mundësi të shprehesh, për të shprehesh, por nuk e di se si tregohet në një telefon ose në një televizor që më shikoni juve, ose në një kompjuter, nuk e di çfarë më shikoni. Edhe thash ishte për të dhënë 100 euro në Instagram. Edhe thash të ndaja edhe në YouTube, të gjatë domethënë të bëja 50 euro në Instagram, 50 euro në YouTube. Edhe e vetmja gjë që kushti mund të jetë është të më ndiqni, domethënë do më ndjekësh, edhe poshtë videos, domethënë që do ngjis una, ti do thuash, domethënë do ngjis një video të shkurtër që do them giveaway sa për ka filluar, edhe ju duhet të më ndiqni dhe të shkruani po të ndosha. Edhe thjesht të shkruar domethënë emrin e profilit që ke tia në YouTube, domethënë qysh e ke emrin, unë e kam emrin Tina Leci, ti emrin domethënë mund ta kesh Ana, ose me username, domethënë do të shkruash emrin që unë ta shikoj pastaj a më ndjek apo s'më ndjek. Dhe pastaj në ditën e fundit që unë do jap, domethënë aty te komentet do shikoj komentet që ke bërë, domethënë do bëj kështu në telefon, edhe kush qëllon gishti, aty do zgjidhet fituesja e giveaway, domethënë unë do e zgjedh, po një herë do e kontrolloj dhe pastaj do shikoj se si do kontrolloj, se nuk e di fix a mund ta kontrolloj aty te ndjekësit e YouTube-it, dhe do shikoj fix, domethënë më ndjek. Edhe kështu do zgjidhet fituesja në anë komentit. Dhe them për ndonjë bashkëpunim, domethënë që mund të kem me ndonjë produkt, domethënë produkte skincare kam shumë dhe nuk dua, kam më shumë se ndonjë të përdor këto që kam, ti mbara dhe pastaj domethënë ndonjë bashkëpunim për më bërë për produkte skincare, do doja që t'i bëj dhe giveaway. Po ajo di se ato do hapen një herë, do i bëj një reklam dhe pastaj do i keni juve si giveaway, ose ndonjë gjë më të madhe që mua nuk do më duhet, do doja shumë që të bëj giveaway. Edhe prandaj them që avash dua të filloj të bëj giveaway, po jo vetëm këtu, po dua të bëj edhe në Instagram. Çdo gjë fillon edhe çdo gjë domethënë do filloj në Instagram, domethënë në Instagram, po patë në Instagram të komentoni edhe në YouTube, po edhe në Instagram, po në Instagram do jetë një kush personi që ju do vini tag
duhet që ai të më ndjeki. Domethënë të më ndjekësh ti që ke vënë për tag dhe personi tjetër që ju do vini tag, domethënë do vini një person, tag dhe ai duhet të më ndjeki mua. Domethënë ti domethënë që të zgjedhësh fitues, atëherë do marrë dhe atje lekët në Instagram. Domethënë nuk është e detyrueshme se duhet të bësh vetëm një koment, ose mund të bësh shumë komente me shumë persona të ndryshëm, por thjesht do të vesh një person tag edhe ai personi duhet të më ndjeki. Edhe kjo gjë përsëri do vërtetohet në Instagram. Po nuk është ndalueshëm që mund të bësh edhe në YouTube koment, po dhe në Instagram nuk është ndalueshëm. Kjo mund të bëni dhe këtu dhe në Instagram koment. Edhe kështu e kam menduar, nuk e dia do doni që ta bëj këtu, po unë në Instagram do e bëj se do e bëj, po thjesht dua ta di a doni ta bëj këtu që ti ndaj lekët ta bëj 50-50. Kurse kështu e kisha menduar në Instagram që ta bëja 50 personi që ka komentuar dhe 50 personi që ju keni vënë tag. Po një herë thash ta bëj një video për YouTube-it, edhe pse jo mos të marr mendimin dhe të YouTube-i, keni qef të përfitoni dhe ju lek këtu. Domethënë, okay, nuk është një shumë e madhe, po çuçi them, e madhe ishte po të fusja vetëm 100 euro për YouTube-in, edhe pa i për Instagramin asë gjë. Kurse kështu thash ti ndaja. Edhe do doja shumë të më komentonit, a ju pëlqen, si mendim, që sa më shpejt ta bëj, në Instagram nuk kam bërë një video të tillë për këtë gjë, po në Instagram thjesht do e vë një foto që 50-50 dhe do doja të dija si ta vej foton, po ratë ju në dakord këtu, do e vej foton 50 për Instagram dhe 50 për YouTube. Si po së dakord juve, do e vej vetëm 50 për 100 euro për Instagram, do të 50 për personin që ka vënë tag dhe 50 euro për personin që ka komentuar. Edhe kështu, una u rregullova, ju i morët lajmet nga una. Se u rregullova, kaq u rregullova, vura skincare-in, lëvë buzët, rregullova çivetat, më vura një herë dhe është koha për të vajtur në salon se fëmia im po bën nami më andej. Dhe heqim kapsën të vendosim të vendi, se gjithë kapsët një thyen, dhe të vendosim fjongën përsëri se flokët. Si më do pa fjongë se i kam goxha të gjata dhe. Prandaj njerëz më komentoni poshtë e video a ju pëlqen dhe po që videon e radhës të jetë një video e shkurtër që do shpjegoj edhe një herë, edhe atëherë tek ajo video e shkurtër do vej që juve të komentoni tek ajo video, do komentoni që unë do vej, domethënë por atë dakord do vej një video që aty do shpjegoj më shumë për kjo vej dhe më shumë se si duhet të bëni, domethënë çfarë duhet të bëni. Edhe tek ajo video pastaj juve do komentoni. Jo, te kjo video do komentoni që a ju pëlqen apo si pëlqen. A doni apo nuk doni kaq. Dhe shifemi te video të radhës dhe shifemi nesër. Nesër shpresoj që do filmoj. Të bëj ndonjë gjë interesante, nuk e di të dalë ndonjë xhiro, nuk kam se çfarë të blej, i kam të gjitha dhe ku dalë, domethënë është vetëm ajo gjë që duhet të dalësh vetëm në supermarket, të bëj pazaret e supermarketit. Për robe, për ndonjë gjë kështu, nuk kam se nuk dua, i kam të gjitha, jam okay. Nga ana e robëve, nga ana e budalliqeve, jam okay, po thjesht për ushqim duhet, sepse duhet të gatuhem ndonjë gjë. S'kemi çfarë të gatuajmë. Edhe kështu. Shifemi nesër të hënën, edhe unë do e mbyll këtu këtë video
dhe shihemi te video të radhës, që do jetë video në qoftë se juve do donit apo nuk do donit të bëj këtë giveaway këtu. Mirupafshim.